Selamu alaikum, të nderuar, paqe e Zotit qoftë me ju. Dikush nga ata që më ndjekin, një vëlla musliman, më ka shkruar dhe më ka lutur që të flas diçka në lidhje me dënimin në varr. A ekziston një diçka e tillë në Islam apo është vetëm interpretim i disa hadiseve nga disa hoxhallar? Të fillojmë kështu me radhë, një gjë e tillë në Kuranin fisnik nuk e gjeni askund. Pra nuk ka transmetim, nuk ka interpretim, nuk ka ajet, nuk ka shpallje kuranore, nuk ka verset Kurani në të cilin Allahu i shpallën profetit të tij dhe i asqaron si do të jetë dënimi në varr. Di melekët të cilët përmenden në hadise dhe që kanë emrin Munkir dhe Nekir, apo arabisht Munkir o Nekir, të tillë nuk i gjeni askund në Kuran. Por, le t'i kthehemi parimit islam. Le t'i kthehemi bazës, fundamentit islam. Edhe islami, si çdo doktrinë tjetër apo fe, apo parim, apo din, apo religion, e ka çka? E ka fundamentin, e ka themelin e tij, themelin, i ka bazat e tij. Dhe bazat që e bëjnë islamin të jetë fe e përgjithshme, universale, e fortë, e vetme e pranuar te Allahu është kjo, të nderuar. Më ndëgjoni tani me kujdes. Dhe pastaj ju do t'jeni në gjendje vetë ta vlerësoni, a duhet t'i pasoni hadiset apo duhet ta pasoni Kuranin. Ne si musliman besimtar që jemi, në çka besojmë, të nderuar? Po e filloj kështu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadarihi khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, ose min Allahu ta'ala. Wal ba'thu ba'da al maut haqqun. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ti në qoftë se këto gjëra i beson, ti je musliman, tamam. Dhe me çka? Komplet. Pra, e beson Allahun një të vetëm, Zotin një, të pa shok, të pa partner, krijuesi vetëm i gjithçka. Amantu billah wa malaikatihi, ti vazhdon dhe i beson melekët, engjujt e Zotit. Wa rusulihi, ti i beson të dërguarit e Zotit. Wa kutubihi, ose parave, kutubihi e pasve, kutubihi wa rusulihi, i beson kitabet, i beson librat e Zotit që ishin para Kuranit, gjithnjë. I beson të dërguarit e Allahut, të resulët, wa rusulihi në shumës, të gjithë. I beson ditës së ringjalljes bre, ditës së daljes para Allahut, ditës kur do t'jepet llogari para Zotit, ditës së gjykimit, jaumul akhir, ose jaumul qiyame, jaumud din, në surë El-Fatiha. Maliki jaumid din, sundimtari i vetëm i ditës së gjykimit. Allahu thot për vetë. Dhe çka? Dhe ti beson në përcaktimin e Allahut. Wa bil qadarihi, dhe beson në çka?
në atë që është e mirë dhe që është e keqe, dhe që të dyjat i ka përcaktuar Allahu për ne. O bil qadarihi khajrihi e dobishme, e mirë. O sharrihi, edhe ajo që nuk është e dobishme, e keqe, diken të godit edhe ajo. Në këto ti beson, dhe askund në parimet, në fundamentin, në temelin, në bazat islame të besimit, që janë 6, nuk e gjen dot kushtin që të besosh në natën e varit. U kuptuam deri këtu, qartë, apo? Vazhdojmë tani, shkojmë te Kurani i madhërishëm, te Kurani fisnik, te Kurani famlart. Çka gjejmë në Kur'an ne kur lexojmë për ne besimtarët musliman dhe për ju hoxhallar efendiler që e keni shkel ajetet e Kuranit, i keni shkel me të dikambët, i shkelni ka 24 orë dhe vetëm recitoni hadise nga Buhariu dhe Muslimi dhe ja umbushni mendjen të ngratëve xhamatli që ti besojnë, se ju thoni ato janë sahih, arabisht, autentik në Shqip, të vërtet. Subhanallah il adhim, fjala ime, e cila është shkruar 150 vjet, 200 vjet pasi që ka vdek pejgamberi Allahut, na qenë ka e vërtet. E Kurani i Allahut, ju ana shkaloni atë. Çka na thot Allahu në Kur'an? Fillojmë. Në surën El-An'am, surja që flet mbi bagëtinë e ka emrin, bagëtia. Sura El-An'am. Ajetin 159, Allahu i madhnueshëm na thot: me të vërtet, ata të cilët përçahen në sekte dhe grupe, në methebe, ti o profeti Allahut, ti o i dërguar i Zotit, ti o Muhammed, me ata nuk ke asgjë të përbashkët. Sepse çështja e tyre është tek Allahu, dhe kur do të kthehen ata tek unë, thot Allahu, do t'ju tregoj për veprat e tyre që i kanë vepruar. Sura El-An'am me numër 6 në Kur'an, ajetin 159. Vazhdojmë. Në surën Ali Imran, ajetin 103, sura Ali Imran, surja 3 me numër në Kur'an, ajetin 103, Allahu na thot në mënyrë decide të prerë: ka puni ju të gjithë për litarin e Allahut dhe mos përçaheni. Edhe njëherë, Allahu në surë Ali Imran, në ajetin 103, në thotë: ka puni ju të gjithë, pa përjashtim, për litarin e Allahut dhe mos u përçaheni, o besimtar. Çka shohim sot? Çka jemi në musliman? Të përçar cop më cop. Nuk mund t'i numërosh sektat dhe grupet. Vazhdojmë më të tje. Në po këtë sure, në Ali Imran, në ajetin 105, Allahu vazhdon dhe në e tërhek vërejqen edhe njëherë. Dhe çka na thot? Na thot me sa avion. Dhe mos u përçaheni në sekte dhe grupe, si kurse që u përçahen ata që ishin para jush, edhe pse ju erdhen edhe atyre, edhe juve ajete, shenja të qarta nga Allahu. Dhe ju po i injoroni ato. A u kuptu? Në qoftë se je i sinqert me besimin në Zotin tënd, në Allahun një fuqiplot, të gjithdijshëm, atëherë, wallahi billahi, ti duhet të kthehesh bre të Kurani dhe të shohësh çka të porosit Allahu në Kuranin e tij, në librin e tij, në përmjet të dërguarit të tij Muhammed. Paqja e Zotit qoftë mbi te. Çka të thot? Në surë El-An'am, ajetin 159, dhe në qoftë se, me të vërtet, thot Allahu, në qoftë se ata përçahen në grupe, në sekte, në methebe,
ti, o profeti im, mos e qaj kokën as pak, mos u mërzit, mos u brengos, sepse ti me ata nuk ke asgjë të përbashkët. Pra, kur do të ringjallën këta idiot, që sot janë bon 105.000 sekte, dhe që quhen ehli kështu e ehli ashtu, mos t'i numroj, mos t'upi kohë, kur do të ringjallën ditën e gjykimit para Allahut, nuk kanë çka t'i drejtohen profetit të tij dhe t'i thonë, a mund të na ndihmosh? Dhe në surën Ali Imran, ajetin 103 dhe 105, Allah i përsërit dhe na thot, kapuni për litarin tim, kapuni për Kur'anin, kapuni për librin tim dhe mos përqaheni o besimtar. Dhe më të qena thot, mos përqaheni, në ajetin 105 të surës Ali Imran, vazhdon, duke na e tërhekur vërejqen vazhdimisht dhe duke na thonë, mos u përqaheni si ata para jush. Pasi që ju erdhen ajetet të qarta nga Allahu, ju zbritën, ju shpallën ajetet të qarta dhe ata u përqahen. Mos përqaheni edhe ju kështu, në këtë mënyrë. E çka ndodhi? Sot çka kemi? Ehli sunna wal jamaa, ehli shia wal jamaa, ehli asharia, ehli maturidia, ehli hanefia, ehli malikia, ehli shafia, ehli hambelia, ehli murgjia, sulemangjia, selefia, wahabia, ehli, si s'ju vjen turp. Dhe si nuk keni as pak frikë prej Allahut. O ti, që je me komp, me rac, me gjuhë arab, si bre nuk i friksohesh Zotit kur e lexon ajetin kuranor në surën El En'am, ku Allahu bre të thot, me të vërtet ata që do të përqahen në grupe dhe në sekte dhe në methebe, o profeti im, ti nuk ke me ata asgjë të përbashkët. Do më thonë, ti nuk mban përgjegjësi, o Muhammed, mos u mërzit, mos u brengos, sepse ti u atregova ati në të vërtetën, por ata çka? E shkelen me të dikamët dhe çka pasuan? 150 vjetë, pas vdekjes tënde, o i dërguari im, ata shpikën hadithe mbi ty, shpikën fjalë mbi ty, sajuan, trilluan hadithet të cilat ti nuk i ke thonë. E hadithi më i vërtet se hadithi im, se fjala ime që e kam shpallë në Kur'an, nuk ka bre, thot Allahu në Kur'anin famlar. Dhe vazhdon bre të tërhek vërejqe në surën tjetër bre, në ajetin 103 të surës Ali Imran, o arab, o shqiptar, o musliman, o frances musliman, o gjithandej musliman, çka të thot bre? Të thot dhe të bon me dije, ka puni për litarin e Allahut bre, thot, nuk thot ka puni për litarin e Buhariut, dhe të Muslimit, dhe të Abu Davudit, të Ibn Majët, të Tirmidhiut, të Nesaiut, të Bejhekiut, të Darqutniut, të. Nuk në thot ashtu, po çka në thot? Ka puni për litarin e Allahut, o besimtar, dhe mos u përçani në grupe dhe sekte. Sura Ali Imran, ajeti 103, i qartë, si kjo drita e Zotit. Qfar margaritari, qfar gjevahiri, qfar perle bre shpalje kuranore dhe ti e anashkalon, o shall, o turban, o shamim bikok, o mjekër math. A me mjekër ti don Allahun të friksosh? Që të hape dere në xhenet dhe të thotë, hajde burum, se ti e ke mjekërën 7 metre gjatë. Dhe e ke një shall si Coca-Cola mbi kokë, hajde hinë xhenet. Dhe ti që ke vënu shamimi kokë, bre, që je burë, je bërë, si grue, hajde hinë ti hetë se ja mjekërën si e kje. E ke qëndim një pastaqie ka bu në ftyrë. A e keni pa njën TikTok. E ka mjekërën, wallahi, sa një pastaqie, Subhanallah i ladhim, a i frikson njëzit këtën se do të friksoj dhe Allahun, dhe Allah do t'i thotë ati, hinë gjenet. Jo, mërë, jo, do të thotë ajo dera qeter kje të hinsh. Se i ke përqa njërzit, i ke bërë në qa besimtarën, duke ju treguar hadise, të sajuara, të trilluara, fjallë njërzish.
Spjegime, shkrime njerëzish. 150 vjet, 200 vjet pasi që ka vdek pejgamberi Allahut. Dhe çka ke anashkalu? E ke anashkalu sure El-An'am, ajeti 159. Me të vërtet, ata do të përçohen në sekte, në grupe dhe me dhebe. Por ti, o profeti im, nuk keme ata asgjë të përbashkët. Mos u brengos, sepse çështja e tyre është tek unë. Dhe kur do të kthehen tek unë do t'ja u tregoj veprat e tyre. Prandaj, këta thashe theme, azapi ki, suali ki, dënimi ki, në vare andej, nata e varit, e do të vinë me leket, Allah do t'ja kthej shpirtin, e ai do të përgjigj, do t'a pyet për besimin, do t'a pyet për pejgamberin, do t'a pyet për librin e Allahut. Subhanallahu el-Adhim, ju e injoroni dhe nuk e besoni ditën e gjykimit, bre, ditën e ringjalljes. Qatë herë në atë ditën jaumul ahir, jaumul qiyame, jaumul din, në të cilën ne si besimtar musliman e kemi për obligim të besojmë, dhe që është kushti i 6 i Islamit. Ajo tek do të ndodh. Ajo akoma nuk ka ndodh, o idiota, o ignoranta, mos një brejse i helmut njerëzit, i murët në qabe njerëzit që nuk lexojnë, që nuk studiojnë vetë, dhe do të përgjigjeni edhe për ata, duke ju thonë se duhet të besoni Buhariun muslimin, transmeton ki, transmeton ai. Pse nuk i thua, shko bre besimtar i im, o xhamati im i ndershëm, shko be lexo be librin e Allahut? A keni frikë? Wallahi se do t'ju ikin xhamatet nëse çka? E gjejnë të vërtetën. E wallahi, unë ju them e vërteta është vetëm në Kur'anin e Allahut. Vetëm në Kur'anin fisnik. S'ka të vërtet tjetër. Asnjë hiç. Prandaj, nata e varit është vetëm një prallë, e cila është përshkruar në hadithe që të friksohen njerëzit, që të friksojnë popullatën, dhe t'i besoj dhe t'ju shkoj pas. E Allahu neve në porësit, që të kapemi për litarin e ti, të kapemi për librin e ti, i cili është Kurani, e litari i ti është fjale Allahut në Kuran, vetëm mos përçohemi në sekte, në grupe dhe në mëdhebe. E çka ka ndodhur? Sot çka kemi? Rezultat i asaj çka janë? Përçarjet, sektet, grupet, tamam për ato që Allahu na e tërheq vërejqen në Kuranin e tij fisnik. Dhe për të cilën edhe pejgamberi i tij fisnik, Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi te, na ka porositur që të rrim bashkë dhe të jemi unik, rreth kuj, rreth fjalës së Allahut, që ati ju shpall 23 vite me radhë. Prandaj, i nderuar dhe nderuar, vazhdo të më shkruash në komente, në qoftë se ty të intereson një temë e veçantë mbi Islamin, mbi Kuranin dhe mbi profetin e tij fisnik. Deri atëherë, miru pafshim, miru ndëgjofshim, dhe gjithni për fund, wallahu alem, Allahu e di më së miri.